Gjatë gjithë muajit tetor, interesimi i qytetarëve për të vaksinuar me vaksinën që të mbron nga gripi sezonal ka qenë i kënaqshëm, ku kryesisht janë imunizuar personat mbi moshën 65 vjeç, punëtorët shëndetësor, fëmijët me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Kryenfermierja Makfirete Berisha ka bërë të ditur se vetëm gjatë muajit tetor janë vaksinuar rreth 2300 persona nga komuna e Gjakovës. Gjatë muajit tetor kemi pas interesim për vaksinën e gripit. Si prioritet për këtë vaksinë kanë qenë moshat mbi 65 vjeç, punëtorë shëndetësor, krahas shtatzëna, të smuarit kronik dhe fëmijët mbi 6 muaj, të cilët kanë sëmundje kronike. Interesimi ka qenë mjaftueshëm, jo si viteve të kaluara, po brenda këtij muajit në të gjitha qendrat, përveç qendrës kryesore të mjekësisë familjare, në të gjitha qendrat është 2300. Domethënë rreth 2300 vaksina janë aplikuar prej datës 10. Kryenfermierja Berisha gjithashtu tha se qëndrojnë mirë të furnizuara me vaksinën që të mbron nga gripi sezonal, prandaj ka apeluar te qytetarët që të vaksinohen sidomos kategoritë e rrezikuara. Hezitimi për vaksinim ka ndodhur viteve të fundit, sidomos pas pandemisë, dhe disa lajme që përqarkullojnë për rrjetet sociale, kështu që ne kisha lutë të gjithë që të mos bazohen në rrjetet sociale, po është më mirë ta parandalojmë një sëmundje. Vaksinimi është kundër sëmundjeve ngjitse, domethënë kur parandalohet sëmundja nuk kemi nevojë ta shërojmë. Ndërkohë, mantelbardhët thonë se pavarësisht se mund të mos jeni të sëmur me parë nga gripi, viruset e gripit posojnë mutacione, prandaj duhet të vaksinohemi çdo vit për të pasur mbrojtje.